Dhe një nga çështjet më madhore për cilat njeriu duhet të ruhet është shikimi i tij. Është që shikimin e tij të mos e lëshojë në haram, në ato gjëra që nuk i lejohen, në ato gjëra të cilat e ngarkojnë me gjuna, në ato gjëra të cilat i sjellin pastaj pishmëllëk të madh, pendes të madhe, ato gjëra të cilat ndoshta e çojnë në shkatërrim. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një fjalë të tij: "Kutiba ala ibni Adama nasibuhu min az-zina, mudriku dhalika la mahala." Thot, i është shkruar birit të Ademit pjesa e tij. I është caktuar pjesa e tij prej zinas. Zinaja, nderuar besimtar, është imoraliteti. Allahu i lartësuar na ruaj të gjithë neve nga ndytësitë dhe imoralitetit. Thot, i është caktuar birit të Ademit, çdo njeriu pjesa e tij prej imoralitet, zinas, që ka për të arritur atë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam e shtjellon se si njeriu bie në këtë gjunah edhe me gjymtyrët e tij dhe me shisat e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Zinaja e syve është shikimi, zinaja e veshëve është dëgjimi, zinaja e gjuhës është të folurit, zinaja e dorës është veprimi me të, zinaja e këmbës janë hapat, ecja drejt haramit, ndërsa zemra dëshiron dhe lakmon, synon, ndërsa pjesët intime ose e konkretizojnë të gjithën, ose e përvinjështrojnë të gjithën."